Izraeli ka filluar bombardimet kundër Iranit. Pse? Unë do t'ju them sipas pikpamjes së diskutimeve që bëjnë izraelianët, pra për atë që ka thonë ata, dhe pastaj nga pikpamja e iranianëve, pra çfarë mendimi kanë ata. Kush është rastisht i gjithmonë di bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Nga pikpamja e izraelianëve, pretendohet që, sipas shërbimeve sekrete, pretendohet që Iran ka që nga vitet 70-72, po përgatit disa bomba, paktën kështu thuhet, nukleare, sepse vendi ku ata gjenden, pra izraelianët ku gjenden, sot nuk është i tyre, por është i palestinezëve. Dhe për të ndihmuar palestinezët, njëkohësisht edhe për të mos patur një grindje mes Iranit, pra izraelitët, mendohet që këta po përgatisnin disa bomba, për thënë, që të mund të luftonin kundër Izraelit. Dhe Izraeli, në fakt, tani bombardimet i ka shtuar pikërisht në ato vendet ku mendohet që ka bomba nukleare ose që ka vende ku mund të prodhohen armë. Ç'është e vërteta në disa lajme që kemi lexuar para disa viteve, paktën në vitin 2009-2010, tregoi që Irani i ka aktualisht disa nga këto shpërthime nukleare të forta. Megjithatë, ne nuk e dim këtë, kjo është ajo çka thuhet, por në qoftë të se do të kishte aktualisht ashtu siç kanë dhe të tjerët, pse duhet që Izraeli të mund të t'i kundërvihet, pra të hap luftë kundër Iranit. Për çfarë arsye? Të mos harrojmë që derisa ishte gjallë lideri i Iranit, deri para pak kohësh, që çuditërisht humbi jetën në një helikopter, s'kishte përplasje të tilla dhe tani kanë filluar këto përplasjet. Tani se kush është e vërteta është pak e vështirë që të njihet, por do të themi tani se versionin e iranianëve, çfarë mendimi kanë. Iranianët thonë ashtu siç edhe vendet e tjera, ne kemi në dorë, pra të prodhojmë jo vetëm armë normale, por edhe armë bërthamore, sepse duam një siguri të plotë, jo vetëm të vendit, por edhe të vendeve arabe rreth nesh, për shembull edhe Palestinës e tjerë. Pra kjo ndoshta ka nxitur mendimin e shërbimeve sekrete ose të Izraelit, duke menduar që sot apo nesër Irani mund të kundërvihesh, pra izraelianëve. Sepse ç'është e vërteta, tregohet që Irani ka armatime të forta. Nuk është i klasifikuar nga ata që kanë më pak, por nga ata që kanë mesatarisht. Do të thotë që për të ruajtur ose njëkohësisht edhe për të sulmuar, ndoshta janë të aftë. Megjithatë nuk e dim, por po thoshja që ky është versioni i iranianëve. Për më tepër, iranianët thonë dhe diçka tjetër. Thonë, shiko, nuk është e rregullt që Izraeli të mund të marrë pjesë të tokave të Palestinës, sepse ajo ka ndodhur ndër vite. Bile dikush nga iranianët, por edhe palestinezët, kanë bërë disa konferenca ku tregojnë nëpërmjet hartave që dikur Palestina ishte shumë e gjerë, por tani është të kurrur, shumë më shumë, pikërisht pra nga përparimi i ushtrisë izraeliane derisa e ka reduktuar në një vend të vogël. Bile në këtë periudhë, që është një periudhë shumë delikate, gjithë bota hesht dhe është çudi se si hesht kur të paktën Amerika ka qenë prezente në të gjitha përplasjet që janë bërë në mbar botën. Dhe në një përleshje të tillë ku bëhet fjalë që po humbasin jetën mijëra njerëz nga të dyja palët, nuk e kuptoj se përse Amerika mbetet asnjanse, pra qëndron pa u interesuar për luftën, por veç bën deklarata nga aty ku gjendet. Siç ju thash, zakonisht kanë zbarkuar gjithmonë trupat huaj, ashtu siç për shembull shkuan nga Evropa për ndihmë dhe nga vendet e tjera, por deri tani nuk është zgjidhur asgjë. Pra, në të vërtetë, çfarë po ndodh?
Ka disa që pretendojnë që në të vërtet është një pastrim etnik, ashtu si ndodhi edhe në Kosovë, pra para disa viteve. Mendohet që e njëjta gjë, pra ajo që ndodhi në Kosovë me Miloševićin, që sipas gjasave i ishte dhënë urdhër nga vetë serbët që ata të mund të pastronin gjithë territorin për të mos patur asnjë kosovar aty që të mund të ta mbanin si vendin e tyre, pra t'i shfarosnin gjithë popullin shqiptar të Kosovës. Mirë po, e njëjta gjë po ndodh edhe në Palestinë, me sa duket, sepse është çudi që vazhdojnë akoma sot të ketë bombardime, të ketë vrasje nga të dyja palët. Nuk diskutohet, por më shumë palestinez dhe një pjesë e tyre të pambrojtur, sepse janë të pa nuk janë të gatshëm, nuk janë për luftë dhe është pak ta mendosh kështu për fëmijët, sepse gjëja e parë janë fëmijët dhe lexoja në disa artikuj që shumë fëmijë kanë humbur jetën, sepse fëmijët nuk e mendojnë si ne të rriturit që të mund të strehohen diku. Pastaj kam bërë edhe që këto ndihmat humanitare janë shumë të dobta në krahasim me çka ka ndodhur në vendet e tjera. Pra është një moment vërtet jo vetëm delikat, por edhe i dhimbshëm, sepse janë njerëz, të gjithë jemi njerëz dhe unë mendoj që për një copë tokë që nuk merr askush, sepse askujt nuk i përket kjo tokë, sepse ka qenë, është dhe do të mbetet kjo tokë këtu, dhe ne jemi vetëm kalimtar dhe vazhdojmë ende sot që të përleshemi mes njëri tjetrit pa e marrë parasysh këtë. Shiko, po ta kuptojnë ata, jo ne, sepse ne nuk zihemi. Shiko, edhe njeriu i thjesht zihet, ja futa kot tani, sepse edhe njeriu i thjesht, unë mbaj mend për shembull babai im që i thoshte vllait lere thoshte, sepse ishte një komshiu ynë që merte derisa arriti në themelet e shtëpisë. Merte copë të tokës, sot do kaloj, sot do mbjell ca hudhra, sot do mbjell ca qep, derisa mori pjesë. Dhe i mat thoshte lere, s'ka problem. Por ajo që më ka mbetur në kujtes ishte që asgjë nuk kemi sjell dhe asgjë nuk do marrim, thoshte i mat. Dhe është e vërtet. Dhe kjo, unë fola për sa i përket një copë baçeje, por merrni mend edhe në tokë. Toka nuk është jona. Nuk ka qenë jona, nuk është jona dhe nuk mund të jetë jona. Pra nuk është e njerëzimit. Toka ka qenë, është dhe do të mbetet. Dhe është vërtet e tmerrshme që sot, viti 2025, të vriten ende njerëz pa e kuptuar që është një luftë e kotë. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për gjithë këtë trazira që po bëhen aty në Gaza dhe për palestinezët dhe njëkohësisht edhe për Iranin. Dhe si do të përfundojë kjo gjë, që nuk po ndërhyn askush. Pres, ju përqafoj.